Shqyrtimin e kërkesës SPAK në lidhje me imunitetin e zëvendës kryeministres dhe ministres e energjisë dhe infrastrukturës Belinda Balluku për heqjen e imunitetit dhe më pas hapjen e rrugës për caktimin e masave të sigurisë ndaj saj. Kam kënaqësinë që të ndaj një bisedë gjithashtu edhe për situatën problematike në juglindje të vendit me gazetarin Julian Hoxha, i cili her pas here ka denoncuar dhe këto afera korruptive, le t'i quajmë zoti Hoxha, për sa i përket të gjithë situatës që është krijuar jo vetëm në juglindje, por në mbar Shqipërinë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, kënaqësi. Ndërkohë që po presim edhe një vendim për që do vendoset nga mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, në qendër të diskutimit është zonja Belinda Balluku, që mban edhe firmën për sa i përket edhe disa akseve nacionale rrugëve ku akuzohet për tunelin e Llogaras, unazën e madhe, por nga ana tjetër kemi edhe një situatë pothuajse apokaliptike, një kaos total në juglindje të vendit. Mendoni se është përgjegjësi personale një individi apo i gjithë sistemi që është ndërtuar kështu? Shiko, nëse do të ishte vetëm një rast, dhe po nis në këtë lloj mënyre, nëse do të ishte vetëm një rast, sigurisht që do të merrej në kontekstin e situatës, pra do të shihej vetëm përgjegjësia e një individi, duke nisur që nga titullari sigurisht i institucionit që e ka përkryer rrugën, dhe deri tek zbatuesit e projektit, firma kontraktore që kanë ndërtuar, qoftë edhe studiuesit e projektit e tjerë. Por në këtë rast, me zonjën Ballukun po bëhet një situatë dramatike për sebe. Pra, çështja e infrastrukturës është çështja e sigurisë kombëtare. Pra, kur flasim për ndërtime rrugësh, ndërtime veprash publike në infrastrukturë, duke përfshirë hepuruta, duke përfshirë aeroportet, janë çështje të sigurisë kombëtare dhe në këtë kontekst janë dhe çështje të rëndësishme të sigurisë, po themi, ndër aleatësh. Sepse Shqipëria dim që është vend antar i NATO-s, është vend kandidat në Bashkimin Evropian, tashmë ka hapur gjithë kapitujt dhe sigurisht që një nga kapitujt është ajo për infrastrukturën. Dhe me këtë cilësi, kur ne flasim për turistë të huaj, për 12 milion turistë që vizitojnë Shqipërinë, çfarë mund të mendojë një turist që vjen të vizitojë Shqipërinë ku rrugët që ne shohim çdo ditë që shemben, a do vi ai ta vë kokën e tij në rrezik pikërisht në këto akse rrugorësh, apo e marrim kontekstin tonë të brendshëm, a do të investojnë qytetarët shqiptar në agroturizme apo në ato që propagandon qeveria si pikat forta të turizmit në kushte të tilla ku rrugët nuk japin siguri, ku infrastruktura hekurudhore është në ato kushte që ne dimë që tashmë nuk funksionojnë më trenat në Shqipëri, apo ku aeroportet po cilësohen si objekte konflikti midis investitorëve, kam rastin e Vlorës. Pra, në këtë kontekst, dua që t'i bëj një përmbledhje, pra është padyshim e gjithë merita për keq në këtë rast e zonjës Balluku. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me rrëshqitje dherash, po këtu kemi të bëjmë me rrëshqitje standardesh, probleme monitorimi, probleme zbatimi, menaxhimit të projekteve, tenderat të fryrë, kosto të cilat janë marramëndse dhe tejsisht të fryra. Segmenti aktual që po bëhet i Elbasan-Qafthan është një rrugë që deri tani është prokuruar për 100 milion euro dhe pritet të shkojë rreth 150 milion euro deri në përfundim të saj. Kjo është shumë zyrtare e deri tanishme. Vendi ku ka ndodhur shembja, unë e kam parë me shumë kujdes dhe po ta shihni dhe qytetarët që e kam parë, ka një handicap në aspektin inxhinierik. Unë kam pyetur inxhinier dhe sigurisht kam bërë edhe një reagim në rrjetet sociale, sepse rruga ka 30 vjet rruga e vjetër që është ndërtuar. Dhe rruga e re i kalon përbërj saj dhe në vendin ku ka ndodhur shembja është një urë e cila pak më sipër po ndërtohet bazamenti dhe shtrati i rrugës së re dhe është mbushur proj ku duhet kalojnë ujërat e larta apo ujërat sipërfaqësore siç njihet në gjuhën teknike, dhe ujërat kanë deportuar nën tokë dhe normalisht kanë krijuar atë që ne shohim gjithë pra rrëshqitjen totale të terrenit. Dhe sot kemi dy elementë shumë të rëndë. Kemi së pari shëmbjen e rrugës së vjetër, që është aksi i vetëm dhe më i rëndësishëm për lidhjen e vendit me juglindjen, por jo vetëm me juglindjen. Sepse është një aks strategjik korridori 8 që do të çon në doganën e Qafthanës, do të çon në doganën e Kapshticës, në doganën e Tareurave po të doni në zonën e Përmetit dhe Leskovikut. Pra është një aks jetik për ekonominë shqiptare, jo vetëm për lëvizjen e qytetarëve, por edhe për shkëmbimin e mallrave. Kalojnë me dhjetra kamion çdo ditë në këtë rrugë. Dhe çfarë ka ndodhur? Është bllokuar pikërisht proj dhe ujërat kanë deportuar duke shkaktuar rrëshqitjen e rrugës. Dhe nga ana tjetër është shëmbur dhe
segmenti i papërfunduar, pra kjo pjesa Pra rol mendoni ju që kanë pasur deponimet e korridorit të 8 në gjithë destabilizimin e zonës. Përse nuk janë marrë parasysh të gjitha paralajmërimet e ekspertëve, inxhinierëve, qoftë gazetarëve, të cilët në mënyrë të vazhdueshme edhe ne me kronikat në News 24 kemi paraqitur situata problematike dhe nuk është hera parë. Shika, ky është absurdi që ndodh në Shqipëri. Së pari rruga korridori 8 po bëhet pa një projekt, po themi të qartë për qytetarët shqiptarë, për publikun. Studimi dhe projektimi i kësaj rruge është bërë nga disa firma, të cilat kanë gjithashtu precedent apo dhe zbatimi i punimeve në terren, kanë precedent për sa i përket problemeve në ndërtimin e akseve rrugore. Shembja më e madhe që mbaj mend gjithë që ka ndodhur në Shqipëri gjatë viteve fundit ka qenë ajo në rrugën Korçë-Sek. Një shembje e cila ndodhi në një rrugë që janë investuar 88 milion euro. Ndërkohë, e njëjta kompani që ka ndërtuar atë segment është gjithashtu pjesë e këtij projekti. Nuk e di është saktësisht në një nga këto segmentet, por gjithashtu gjendet në këtë segment. Por, jo vetëm kaq. Duke ju përgjigjur pyetjes tuaj, pse nuk merren parasysh? Pse nuk dëgjohet zëri i ekspertëve? Ne na ka ndodhur për shembull rasti i tunelit të Llogaras. Një rast absurd. U parashikua ndërtimi një ure dhe po ndodhte e njëjta gjë, është ndërtuar rruga, pra rruga dalse për Palas është ndërtuar me të njëjtin sistem, pra u zhduk ura në 110 metër dhe është mbushur kanjoni i malit, është mbushur me inerte dhe nesër pas nesër ne rrezikojmë që gjithashtu edhe ajo rrugë të shembet. Dhe ekspertët nuk janë dëgjuar. Dhe në rastin konkret është edhe më e tmerrshme. Kur të ketë fatalitete në njerëz, sepse deri tani këto janë edhe pamjet që na vinë nga bllokimi, sepse ka pasur shembëdhjeçarje në Prenjas Librash, më pas edhe devijimi që është bërë në Maliq Gramsh, ka pasur rrëshqitje në Lozhan Moglic dhe bllokimet nga trailerat, ka pasur një kolaps edhe të sistemit energjetik ku disa fshatra është ndërprer energjia dhe për më tepër është bërë largimi i shtyllave tensioni. Një rrugë kombëtare që bën të mundur edhe kalimin më pas edhe të mallrave në drejt Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, aty ku kemi një shkëmbim tregtar mes këtyre vendeve. Pra bëhet fjalë për masë akoma dhe më të madhe se thjesht një çarje rruge. Përpara se të vjen emision, unë kam bërë një rezume, po them të rrugëve kryesore që janë në shembull, vetëm në qarkun e Korçës janë investuar mbi 500 milion euro. Po themi qarkun e Korçës dhe të Elbasanit duke përfshirë aksin Qukës-Qafploç, që u shem gjithashtu vetëm pak ditë pasi u inaugurua, janë disa segmente dhe unë po ju përmend. Për shembull, është rruga që përmenda Korçë-Sek që është 88 milion euro investim, është Maliq-Lozhan që ju e përmendët dhe është 14 milion euro investim. Dhe kjo rrugë është ndërtuar gjithashtu si rrugë alternative që do t'i shërbente pikërisht momenteve të tilla. Por kjo rrugë u shem përpara se të na ndodhte kjo situatë. Pra ka disa ditë që në rrugën Lozhan-Maliq që mos gaboj është përuruar pak kohë më parë është përuruar dhe ajo është marrë në dorëzim së fundi nëse zgabohem, janë gjithashtu 14 milion euro të investuar të cilat nuk i shërbejnë qëllimit. Është Qukës Qafploç. Po, investimi i dytë për 2025-ën më i madhi. Më i madhi. Po. Që shkon 316 milion euro, po themi, por vlera e saj bashkë me disa tendera për rrugë ka shkuar rreth 400 milion euro. Tani, një rrugë 43 km që kushton 400 milion euro dhe që shembet vetëm pak ditë pasi është parashëriti i inaugurimit, sigurisht që sot do duhet ishte skenkrimi, sikundër do duhet ishte edhe kjo skenkrimi dhe shumë akse të tjera dhe unë mendoj që në këtë rast, sepse sot kemi një njoftim që prokuroria e Elbasanit e ka nisur një hetim, por do duhet ishte prokuroria e posaçme që të niste hetimin dhe ndoshta t'ia bashkonte këto dosje sepse shumica e tenderave këtyre rrugëve janë kryer nga Eviz Berberi. A ka element që justifikojnë hetim për shpërdorim detyre apo dëm ekonomik që të lidhet me hetimet e SPAK? Patjetër. Shiko, mjafton vetëm bllokimi, izolimi i 5 bashkive apo 6 bashkive në juglindje të vendit. Pra, dëmi financiar që është i pallogaritshëm e shkëmbimit të mallrave me Maqedoninë e Veriut, me Greqinë apo me Turqinë, pra që përdoret nga trailer dhe kamion, dhe dëmi që është shkaktuar të gjithë këtyre banorëve për të ngritur një akuzë jo vetëm për shpërdorim detyre, por kjo shkon deri në rastet e sabotimit, që janë akuza shumë të rënda në kodin penal, sepse ky është sabotim i pastër. Pra sot 300.000 qytetarëve shqiptarë dhe shumë të tjerëve indirekt u është shkaktuar një dëm shumë i madh
janë izoluar, po ka emergjenca shëndetësore, se ne pam sot që Patëm kryeministri një mori përplasje dhe të banorëve që ne transmetuam në Dragostunj sepse kanë dhe nevoja emergjente dhe për shkak të këtij kolapsi nuk lejon edhe këmbësorët që të bëjnë vizitë e tyre, jo me automjete. Po sepse ajo i gjithë terreni aty është i paqëndrueshëm. Dhe pra sot jemi në kushtet e sabotimit. Pra infrastruktura jetike shqiptare është sabotuar. Qytetarët shqiptarë sot ndodhen kolaps pikërisht për shkak të vendimarrjes së gabuar të drejtuesve më të lartë të shtetit. Një pyetje të drejtë për drejtë, zoti Hoxha, po paguajnë 2 herë tani qytetarët shqiptarë, një herë me taksat e tyre për të marrë këto cilësi rrugësh dhe një herë me jetën e tyre? Që unë mendoj se paguajnë më shumë se 2 herë. E para sepse të paktën nga eksperienca e deri tanishme në fushën e investigimeve, më ka rezultuar që të gjitha tenderimet dhe prokurimet publike në Shqipëri kanë kosto 2 fish më shumë se sa po themi çmimet reale të tregut. Pra Shqipëria është një nga vendet më të shtrenjta apo ndërton më shtrenjtë se kushdo vend tjetër në Europë në infrastrukturë publike dhe kjo ka ndodhur kryesisht pasi në krye të Ministrisë së Infrastrukturës ka ardhur Belinda Balluku. Dhe ne kemi paguar 2 herë sepse kemi paguar tendra 2 fish. Tashmë do të paguajmë ndoshta jo 3 herë, po ndoshta dhe më shumë kostot sepse po them vetëm kostoja që u shkaktohet qytetarëve drejt për drejt nga bllokimi i këtyre segmenteve është e pallogaritshme. Dhe jo më pastaj të flasim për procedura të reja prokurimi, për mirëmbajtje etj që janë koston vete. E qartë, dhe çfarë duhet ndryshojë urgjentisht sipas jush? Ligji për prokurimet, mënyra e mbikëqyrjes apo përgjegjësia penale që duhet kenë zyrtarët lidhur me këto? Përgjegjësia penale në këndvështrimin tim është kryesorja, sepse në momentin që në Shqipëri ka disa raste të vazhdueshme, të cilat nuk kanë marrë hetimin dhe ndëshkimin e duhur, sigurisht janë krijuar këto situata. Pra, në Shqipëri, në momentin që institucionet e drejtësisë i anashkalojnë apo i kalojnë lehtë këto situata, sigurisht që do të vijojë absurdi jo vetëm i shpenzimeve marramense, por edhe absurdi ku shemben rrugë dhe asnjë nuk mban përgjegjësi. Duke rritur përgjegjësinë penale tek të gjithë ata që firmosin mbi projekte qoftë edhe të falsifikuara, projekte që ne kemi parë për shembull në raste skandalose që projektet janë bërë nga njëta kompani që më pas nga RSH ka fituar edhe tenderin e mbikëqyrjes, që është jo vetëm rast konflikti interesi, por është çmenduri që një kompani e cila bën studimin dhe projektimin e rrugës të mbikëqyr punën që ka bërë po vetë. Pra brenda të njëjtit rreth vendimarrësish, të gjitha monitorohen, auditohen, a ka kapacitet Shqipëria për të bërë një auditim teknik të pavarur që patjetër që ka, jo vetëm ka, shiko, ka një problem. Kjo është ndoshta një temë vete, por Shqipëria sot ka një problem shumë të madh. Shqipëria ka sot fakultet inxhinierie, inxhinieri ndërtimi. Dhe sot të gjitha studimet dhe projektimet e veprave publike në Shqipëri tenderohen me kompani private. Pra nuk ka asgjë të keqe që kompanitë private të bëjnë tenderime, studime